Me gjithë zotimin e bërë nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučići veç 3 ditë pas sulmit terrorist në kanalin e Ibër Lepencit, se shteti i tij do të bashkëpunojë edhe me policinë e Kosovës për zbardhjen e rastit, Beogradi zyrtar nuk i është përgjigjur asnjë kërkesë të drejtuar nga Prokuroria Speciale për këtë hetim. Zëdhënësja e Prokurorisë Speciale Arbnora Luta tha për kohën se autoritetet në Serbi nuk janë përgjigjur kërkesës për bashkëpunim në hetim që kjo instancia ka adresuar mbi një muaj pas sulmit të 29 nëntorit të 2024-s. Prokurori i rastit më 8 janar 2025, pra vetëm disa ditë pas aktit terrorist, u ka dërguar kërkesë autoriteteve të Serbisë përmes ndihmës për bashkëpunim juridik ndërkombëtar për sigurimin e provave në ndriçimin e këtij rasti penal, por përkundër kërkesës së përsëritur për sigurimin e provave, deri më sot nuk kemi pranuar ndonjë përgjigje nga autoritetet e Serbisë. Theksojmë se kërkesa është përsëritur sërish. Premtimin për bashkëpunim Vučići fillimisht e pati adresuar në një konferencë shtypi të 1 dhjetorit të vjetëm. Mi smo u skladu sa Briselskim sporazumom. Në pajtim me marrëveshjen e Brukselit, jemi të gatshëm të hapim bashkëpunimin edhe me pjesën profesionale, jo vetëm të Euleksit, por përmes Euleksit edhe me policinë e Prishtinës, çdo që ta ditë të vërtetën. Jemi krejt të hapur për bashkëpunim të plotë me KFOR-i, me të gjithë, për cilën do çështje. Të gjitha të dhënat tona, të gjitha ato që i kërkojnë mund t'i marrin, madje edhe Prishtina. Bude dobio u svakom trenutku, čak i Priština. E zotimin e përsëriti edhe 2 ditë më vonë në takimin me ish-emisarin evropian për dialogun Miroslav Lajçak, në të cilin edhe u ankua se shteti i tij po përballet me luftë hibride që sipas tij drejtohet nga kryeministri tani në detyrë Albin Kurti. Por në Prokurorinë Speciale thanë se përgjigjja nga autoritetet në Serbi ka munguar edhe kur kërkesa për bashkëpunim është përsëritur. E lidhur me hetimet në zhvillim për sulmin e vjetëm terrorist mbi infrastrukturën kritike, në organin e akuzës nuk shpalosën detaje, por thanë se janë në pritje të rezultateve nga ekzaminimi i provave që janë dërguar jashtë vendit. Për sulmin e 29 nëntorit të 2024-s, në hetime është përfshirë edhe Byroja Kombëtare Amerikane e Hetimeve, FBI. Deri më tani në paraburgim janë duke u mbajtur 2 të dyshuar, teksa krahas Dragisha e Jovan Vicentievicit në prokurori thanë se ka edhe të dyshuar të tjerë, por nuk ofruan hollësi me justifikimin se rasti është në hetim.